ja do ikin shtatorun, do bëj 7 kongresmen, që shkruaj një letër që na pëlqen ta shohim Romeon atje në qeveri ose në krye qeverisë. Edhe do ta zbatojnë ta? Domethënë nëse ke atë fuqi thuaj dhe të bëj një letër. Po të lutem bëj dhe një letër për antenën, se edhe ne kemi hallin ton. Po. Edhe u ta shtreni kabllin deri atje, se kush nuk ka vajt atje. Dakor. Po, kështu që secili ka hallin e vet të pjesë. Më kujton tani në vitin 2010-11, domethënë në pazarin Berisha Meta, trafiku ajror i kalon LSI-s të kohës. Ai drejtori që kishte qenë i kohës Berishës mblodhi punojësit, të cilët bën një letër që ne duam ta kemi akoma drejtorin ton. Se ka dhe kështu kinezërirë. Po na i thoj pak se që ka e bukur si histori. Pra, emrimi vjen nga lart, nga Këshilla Mbikëqyrëse sipas ligjit, pavarësisht që i caktoi pazari. Drejtori tha unë jam mirë këtu, tha edhe punojësit tani jemi mirë me drejtorin, edhe bën letër. Edhe pse nuk kisha si bazë ligjore. Tani kjo është pa bazë ligjore dhe duket si një lloj kinezërie e ardhur nga Amerika. Kongresmenët nuk mund të ndryjnë atje, besoj se edhe ata kongresmen do të ne e dim që njerëzit shkojnë bëjnë foto për treguar që na do Amerika. Ka dhe një letër që ka dalë nga një sqarim që ka bërë ndihmësi të prokurorit Evi Kokalari, që e asjanson të diku këtë dhe letër. Ne kemi bashkëpunimin me SBA-n në mënyrë institucionale. Dhe ai Spaku ka opdatin brenda ka dhe tjerë. Dhe i ka marrë parasysh sugjerimet e palës amerikane. Dhe pikërisht sugjerimet e palës amerikane janë që të luftohet korrupsioni, të instalohet ndoshkushmëria për korrupsionin e lartë, politik sidomos, dhe të jemi gjithë barabart para ligjit. Po ai shqiptari thjesht që nuk ka kongresmen të njohur ç'do bëj. Apo i squdhej. Tani këtu është përballje atje. Unë mendoj që ajo çështje duhet hapur. Spaku e ka parë bile me hatër këtë punë, duhet hetuar për korrupsion. Se ka qenë një korrupsion madhor, besoj unë, i familjes Berisha dhe grykësia e tyre për para që i çojnë atë tragjedi duke u shkelur gjitha parametrat. Se korrupsioni i shkel gjitha parametrat e sigurisë edhe në këtë rast në lidhje me demontimin. Edhe ta dinë shqiptarët, ai Kosta Trebicka që po ha bar atje para kohe, pati aksident apo pati një gjë tjetër. Se dyshimet janë. Ka pasur një përgjim të atij, pra le të shkojë dhe ai audio përgjimi. Edhe vetë Eron Velia në atë rast ka dhënë një intervistë ku përfshin familjen Berisha, edhe Ardian Klosi me sa mbajmend ka bërë një libër për sa më sipër për ngjarjen e Gërdecit. Kanë shkruar edhe kanë dhënë edicione lajmesh dhe informacione që nga New York Times, Al Jazeera dhe janë 7-8 televizione në Amerikë. Është bërë dhe libri Guy Larson. Dhe unë mendoj që mund tjetë edhe dëshmia nëse bëhet fjalë për Luan Hoxhën. Po, për generalin që është në Amerikë. Dakord, ato mund shihen, edhe dëshmit mund shihen, nuk është një problem. Po, gjithmonë provat vinë sipas ne kemi se provat që merren, edhe sikur të jenë të vërteta, që merren kundërshtim me procedurën penale, rrezohen. Është shumë e rëndësishme, bile edhe procedurë civile. Tani nuk e di, a është momenti për dhënë prova të reja, nëse ashulet ta hapin çështën nga e para. Po të japi këshillim nga ana juridike. Nëse ka dalë provë e re që rrezon dhe s'mund vite më përpara, ta hapin çështën nga e para. Për jetim. Avokat, do doja të përshëndesë gjithashtu dhe Albano Lanin që na shkruan live dhe thot kriza jon morale i ka rënjet e thella dhe është vështirë të shërnjoset. Do doja dhe një pyetje të fundit avokat në këtë panoram. Çfarë pritet të ndodhi në shtator? Kemi hyrje të reja në parlament, kemi ngjarje dhe zhvillime që pritet ndodhin, do të kemi një panoram ndryshe apo do përsëritet kaseta që ne kemi vite që e shohim, sepse Rama sot është 83 mandate,
Zoti Berisha sot është 40 mandate, po të them duke qenë se pjesa tjetër ata janë aleat dhe ata zgjedhin dhe mund t'i bashkojnë Ramën, se nuk e kam problem. Në kuptimin e një pragmatisti politik, kemi dhe partitë e reja që kanë marrë në një mandate. Ti sera kohë për ti? Po se janë parti, po janë 1-2 mandate. Kanë nxjerrë veten e vetë. Pra, do më nuk është një fitore, se është njësoj, si që kanë nxjerrë Tom Doshi 3, këta kanë nxjerrë na 1 nga 2. Në këtë panoramë, çfarë pritet të ndodhi në shtator? Dakor. Ma kujto dhe herë pyetjen e Albanos? Albano thot ndërkohë... Ose prononcimin? Po, prononcimin e Albanos të lexoj sepse ka pasur 2 reagime Albanoa dhe na thot konkretisht. Do më thënë thot, o plakje i brezit tim dhe dora jo, një isha student kur dola në 90 nga Shqipëria në ekonomik me Ilir Metën në grup dhe sot jam i trishtuar për vendin tim. Kriza jonë morale i ka rrënjët e thella dhe është vështirë të çrënjoset. Jo e pamundur. Por jo e pamundur. I them Albanos, e pamundur është ajo që nuk mendohet, ne i kemi hapur syt, edhe këtë rëndësi ka ekzaminimi i situatës, që ne të mos gabojmë. E ardhmja vjen duke projektuar nga e kaluara, po me syrin kritik. Çdo njeri, qoftë edhe në sport, perfeksionimi vjen në çdo lloj sporti, jam i sigurt për sa them, besoj se jam dhe i trajner jo i keq. Me këshillat e mirë ti, thjesht unë s'po i ndjek dot ato këshillat e tua, po futem ritëm. Njeriu rregullon, korrigjon pikat e dobta. Edhe kështu e sheh vetëm pas disa kohësh realisht më të perfeksionuar. Ne nuk jemi nga ata që se budallai zakonisht mëson nga gabimet e veta. Të zgjuarit mësojnë nga gabimet e tjerëve. Tani ne do të jemi budallëj pa korrigjueshëm, mos mësojmë nga gabimet tona. Po ne ka rëndësi të themi këto të vërteta dhe ajo do ta bëjë efektin e saj në mënyrë pa diskutueshme. Kanë qenë në këtë gjendje popullsi të tjera para nesh, po kanë qenë disa mbas edhe 200 vjet përpara. Nuk kanë qenë gjithmonë njerëzit kaq devotshëm, nuk i kanë pas punët kaq fjoll, por momente të caktuara janë bërë të vetëdijshëm, pra ka pas një lloj iluminimi, i cili në Europë atëherë ka zgjatur 300 vjet, nga viti 1400 deri para 200 vjetëve, edhe 150 vjetëve, dhe sot kemi atë Europë që kemi. Ne kemi të gatshme shembujt e mirë, edhe në progres, po edhe për ndërtimin e shoqërisë sa më drejt. Dhe jo më kohë të më thënë, shqiptarët sot janë përshtatur të jetojnë si europian dhe ju përshtatet më shumë atyre. Pra, bëhemi qytetar devotshëm në Europë, por nuk e sjellim Europën kur jemi në Shqipëri. Kjo është e papranueshme, kjo është absurd. Mjafton që çdo njeri t'i shpalli luftë kësaj të keqe. Edhe ta vështirosi. Edhe ke vendi punës kur je, qoftë edhe me shokun. Ora të kam shok, toleroj, ndaj ushqimin tim me ty, po boll tani këtë që po e bën këtu se ke bërë balt. A ka më përshirësi kur futen 5 persona, burra dhe gra, po t'isha me edukat shumë të tualet, po në halën e ndërmarrjes edhe dalin një nga një, po çfarë bëjnë? Dajnë paratën që marrin nga prokurimi. Kjo është turp. Tu është bën për t'ju vënë kamera dhe atje. Dajnë paratë. Edhe i shef nga mënyra si ikin dhe si dalin. Ta të vjen paratë, po çfarë duhet? Si hale do thuash. Po prandaj thash hale. E ne flasim teorikisht. S'na duhen fjalët, na duhen veprat. Teorikisht da kemi shtet, tha. Praktikisht jemi sunduar nga i grupa i dutësh, që mbajnë nga i flamur politik. Kështu është dallimi. Në lidhje me shtatorin, unë mendoj që për disa probleme, si tha i tha, si zhduken bazë, tha, janë larg bashkë, tha. Shtatori vërtet ka dhe 3 muaj për të ardhur, po do kemi besoj ngjarje. Dhe